1 tetor, a ju mbajnë mend ndeshjet miqësore me ekipet kineze të futbollit kur ishim të vegjël? Duhet të ketë qenë për Latmusa dhe 16 vjeç, 5-2. Pagim fakun që ju dënua pikërisht sepse pati një përplasje me kinezët, e mbani mend? Gogonin e madh të Lushnjës. Këtu një 95 vjeçar thuajse do të akuzohet dhe dënohet si ish kriminalet nazist në moshë të madhe. Quhet George Schwartz Soros. Trump kërkon që e gjykohet si grup i strukturuar kriminal, RICO. Por, si thot Bill O'Reilly, duhet një hetim dhe përpilim dosje në mënyrë metodike, sepse ai mbrohet nga avokat shumë të mirë dhe ka kohë që i bën kthesa më njanohet nga ligji. Figura më e përshtirë në politikën amerikane. Kërkon të shkatrojë këtë shoqëri përgjegjës për hapjen e kufive kudo në botë. Përse shqiptarët u gëzuan thuajse aq sa kur u burgos Veliaj me largimin nga departamenti i urikim. Tit Fortat, pse e mori Exxon ish ambasadorin keqdashtë ndaj Shqipërisë? Nuk ka asnjë lidhje me biznesin, mediokre. A është paguar ajo nga Exxon atë kohë dhe në vijshmëri? Apo ka kopjuar Ramën duke mos pranuar kesh apo çek, por gur të çmuar diamante. FBI të paktën për Ramën, Ballën, Ballukun, di çdo gjë. Më shumë në fokus.